Kur nuk duhet të hani çokoladë para se të flini, ja pse. Çokolata, sikurse kafeja dhe disa çajra, sipas ekspertëve përmbajnë sasi të kafeinës. Dhe sipas tyre dhe studimeve më të fundit është vërtetuar se kafeina ka disa efekte negative kur jemi tek faza e gjumit, nga që nëse konsumoni pije me përmbajtje të kafeinës, ju mund ta keni tepër të vështirë që të flini. Ndaj ju duhet të përpiqeni që të mos konsumoni çokoladë përpara se ju të flini gjumë, sepse në të kundërt ju do të prekeni nga pagjumësia dhe sigurisht kjo do të ndikojë për keq në gjumin tuaj, dhe nëse nuk keni një sasi dhe një cilësi të mirë të gjumit, ditën e nesërme ju do të ndiheni të lodhur dhe kjo më pas do të ndikojë tek produktiviteti juaj në punë dhe tek përqendrimi juaj gjatë ditës së nesërme.